për vrasjen e Dorian Dulit, Gencit Afilit dhe Ibrahim Licit. Njëkohësisht, vepër penale tjetër për cilën akuzohet Behar Brajovic është ajo e grupi strukturuar kriminal, por edhe korupcionit me zyrtar korupcionit të zyrtarëve të drejtësisë. Për biznesmenin Plumbë Gjoka, gjykata prokuroria ndjes kërkoi një dënim me 14 vite burg, po ashtu për sigurim të kushteve për vrasje në 4 raste për grup të strukturuar kriminal dhe për korupcion të funksionarëve të drejtësisë. Një dënim me 11 vite burg u kërkua për Edmond Prekën, për sigurim të kushteve për kryevrasje, për armbajtje pa leje, për Asmer Bilalin u kërkua një dënim me 10 vite burg, thuajse për të njëjtat vepra penale. Për ish-zyrtarin e policisë së shtetit Ardit Harsan Begaj u kërkuan 9 vite burg, ai akuzohet vetëm për një episod të sigurimit kushteve për kryevrasje, por edhe grup të strukturuar kriminal. Njëkohësisht për ish prokurorin Gjevahir Lita u kërkua një dënim me 6 vite burg për korupcion aktiv dhe pasiv, pasi sipas strukturës posaçme ai kishte ndihmuar në zbutjen kishte ndërhyrë tek përfaqësues sistemit drejtësisë apo edhe ndihmuar në zbutjen e pozitave penale të pandehurve të tjerë në këtë proces, gjatë kohës që mbante funksionin e prokurorit, dhe po ashtu një dënim me 9 vite burg u kërkua për ish-zyrtarin e policisë shtetit Oltion Bistri, ish shef i forcave operacionale, i cili sipas pak duhet fajsohet për korupcion pasiv dhe për zbulim të akteve dhe të dhënave sekrete. Për të gjitha dënimet, masat e dënimit që unë përmenda Loneta, të gjithë të pandehurit përftojnë ulje në 1/3 të tyre, kjo gjithmonë e referuar faktit që procesin ndaj tyre, ky proces është bërë me procedurën e gjykimit të shkurtuar. Ndërkohë, sot në gjykatë është edhe Ilir Meta ku kërkon lirin apo jo? Po Loneta, prej thuajse 2 orësh në gjykatën e posaçme është duke u zhvilluar një seancë gjyqësore për informacion 2 mujor të strukturës posaçme në lidhje me hetimet që po zhvillohen ndaj ish-presidentit të Republikës Ilir Meta. Në seancën që zhvillohet me dyert mbyllura kemi mësuar që është prezent edhe vetë ish-presidenti i Republikës, i shoqëruar nga avokati i tij Kujtim Cakrani, dhe në këtë përballje, përveç përditësimit nga ana e prokurisë posaçme, ku SPAK i rrëfen gjykatës se çfarë hetimesh, veprimesh të tjera hetimore ka kryer gjatë ndaj ish-presidentit të Republikës, vet Ilir Meta përmes avokatit të tij ka kërkuar dhe i ka parashtruar gjykatës kërkesën për zëvendësim të masës sigurisë. Ai kërkon Ish-presidenti kërkon zbutje të masës arrest në burg, masë në të cilën qëndron prej tetorit të vitit shkuar, kur edhe u arrestua si i dyshuar për 3 vepra penale, ato të korupcionit, pastrimit parave, por dhe fshehjes dhe mos deklarimit pasurisë. Dhe në seancën e sotme, nga sa kemi mundur të mësojmë të paktën nga pretendimet e vetë avokatit Cakrani, ai ka kundërshtuar të gjitha të rejat, po themi, të prezantuara nga prokuroria e posaçme, qoftë sa i takon duke pretenduar se nuk ka asnjë fakt që të përfshi klientin e tij Ilir Meta në lobimin, në kontratat lobuese të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2017, dhe po ashtu ka shfaqsuar klientin e tij nga çdo përdorim i disa kartave të kreditit të sekuestruara dhe të dyshuara që janë përdorur për përfitime personale nga ish-bashkëshorët të ndjes Meta Kryemadhi, por që sipas avokatit Cakrani, këto karta bankare të vëna në dispozicion sipas SPAK nga biznesmeni Ardian Shatku janë përdorur vetëm nga Monika Kryemadhi dhe jo nga klienti i tij Meta. Madje në parashtrimet e tij para gjykatës, avokati Cakrani e ka pretenduar se gjetja e një karte krediti gjatë kontrollit fizik të kryer në banesën e nënës së zonjës Kryemadhi ka shërbyer dhe ka qenë fakt dhe një nga momentet e humbjes besimit mes 2 bashkëshortëve, duke e cilësuar këtë klienti i tij Ilir Meta, pra mbajtjen e kësaj karte pa dijeninë e tij nga bashkëshorta aso kohë Monika Kryemadhi, si një shkelje të besimit, por edhe një sjellje jo korrekte të një politikaneje. Dhe pikrisht pas gjithë pretendimeve se Ilir Meta nuk ka pasur dijeni dhe se është vënë në dijeni të ekzistencës së këtyre kartave të kreditit vetëm pas arrestimit të tij apo gjatë seancave gjyqësore, duke e shfaqsuar kështu
nga përdorimi dhe nga çdo dieni i tij mbi këto karta, por edhe me pretendimet e tjera kushtet ligjore se Ilir Meta nuk rrezikon as të dëmtojë provat, as të largohet dhe se sipas avokatit do duhet të zvendësohet masa e sigurisë arrest në burg me një masë më të butë sigurie. Por deri në përfundim seancës do të mësojmë edhe qëndrimin që vetë zoti Meta ka mbajtur para gjyqtarit Bani. Faleminderit Armand për të gjitha detajet që përcolla.